është hera po që pëthëm, mu më kanë dalë dhe më kanë marë peng në puk. O, pse? Po, kanë marë peng puk, qoja për me vjell libra, po më kanë marë peng për me ditë, qkaf më tha Azem Hajdari mu. Kush mori peng? Njerëz pa njoftu më kanë gjujt me armë, më kanë blokuar, më kanë marrë makinën, më kanë vunë thes më kry, e më kanë quë largë puke. Makina ka metë në Shafalet, ku i nga këtu i këna gjithë makinën bosh, ku kam shku nesën. Dhe nesën mjesë, ku më kanë pyet mua ata, më kanë keq trajtu, më kanë masakru. Kush qatë sa Azemi, dhe i thash unë, Azem Hajdari, kush për këtë thambi i botë fola. Sa më ka thonë Azem Hajdari, me i botë, s'kisha qa, të më honë, u dashke me ma puni zotin mend, thash mua Azem Hajdari më ka thonë me i botë fola Bedris. Bedri Hajdari, që ka djallë Xhaxhaj. Unë me Bedrin kam qenë prishje me të thart, nuk kam qenë mirë, si ishte elektraut, kam pa bon debate, dhe kërë më ka pajtu me të dhe, më tha që thuj, që Azemi ma fjales, më ka pajtuaj, do të mu pajtu dhe Bedri, edhe kjo ishte. Kur ju thash këtë më kanë lëshu, që kanë qenë të i masakru, dhe që më kanë ra keqë, më kanë sakatu, edhe më kanë leon. Kanë thonë, kjo është hera parë, jetën time që po të regoj këtë. Kam bodë rëndësimin, në polici, për së kam thonë këtë. U kam thonë se nuk di pëse më kanë morë. Se më kanë thonë, me bo me dalë, me thonë ti këtë, ti e i vdekun, ti e familje jote. Pra, mas 30 vjeç për jo të regoj se për këtë punë kanë morë këmë. Kanë masakru. Kjo është hera parë që thonë, para policisë, para kujdo, dhe njes, jam qumë kishin lanë diku poshtë, e kam hetë thesin, e kam pa në kisha në kokë, kam dalë, jam dalë në rrugë, isha një vend poshtë, jam dalë lagë rrugë një 200 metra, kam dalë në rrugë, sa jam njësë në kam me shku aty, kam hypë një makinë, rasti, nuk u thash atë që gjonë, shkova ndrejnë policit pukës, i thash shumë më ka ndodhë, kanë marrë pengë, nuk ditë, ku ke makinën, në Shafalesh më kanë dalë, më kanë gjujtë më armë, e kanë bënë ekspertizë dhe plumat që kanë gjujtë nga masë, se së në lurë, une, ka qenë njët me trupin tim, ka ra plumi nga mrapa, shumë pluma ka ra në gjomë e anëzë, po një plum ka ra se dile në shtetësen, njët me trupin tim, dhe e kam pas e këmishën, se këmishë kështë anë se ka të në vapë, mishën e shpumë në cepin, trak, edhe e kanë pa në ekspertizë dhe pukës. Shef komisionati ka qenë një me mustarë, që nuk jam mojë me dhamë, që ka 30 vjetë, po jeton të në kërë bushat. Në bushat Shkodrës. Atje ishte, atër ishte, i vunë nga për një dëmën, ishte, se atër ka qenë. Edhe e kam bon dërënëzime aty, dhe nuk kam morë asë i loj përgjigje për këtë e tim. Asë kena shku, kena gjithë makinën, e ka bërë shkrejt, e kanë bërë ekspertizën plumat, shkatrume, masakrume makinën, muë, më kanë po, që sham koni bom, si më kishën ra, me shkel, me më thes, me një shkop, në shpinë, edhe, sot për ju të regoj është hera parë, që për javë thëmë ketë, mu më kanë kërku qatë sa Azem Hajdari, dhe kush është kushërini që ta. Pra, ky mobet e dinte vetëm Fatmirja, Azemi, Fatmirja dhe djali e vajzë. Djali e vajzë kanë qenë të veçër, atër. E kiri ka qenë një 14 vjeç, 14 vjeç, e Ajerudina ka qenë një 6 vjeç, 7 vjeç. Edhe është. Kjo është ajo që po të thëmë këtu dhe une po ju të regoj publikisht se masakrimit që mu ka bo mune në mujnë shtator në Puk, mu ka bo për të gjithë kush është kushërini. Pra, këtë muhabet e ka ditë. Vetë Fatmirja dhe Azemi. Azemi dike, po Fatmirja nuk e dike kush është kushërini. Dhe donë të, se si është bo kjo punë, nuk e di. Se si doli kjo punë. Se si me marë mu me më thonë, kush në kushërinit që të ka thonë i botë fala, dhe mu më dha zote, thash Bedri Hajdari.
djali Xhaxhajtina. Dhe kjo është ajo që mund koshtë. Përse Berisha nuk shkoi më pasaj në Tropoj? Këto nuk di të them se unë nuk jam, unë me Berishën, unë me thëmë drejten, kam shku të Partia Demokratike, gjithmonë kam kontribu në gjithmonë lëvizjet. Për shembull një rast ishte Ilir Bano, ishte deputet i Lushnjës, me Kolin Gjokën, njëri i shkrytari i Forumit Tenor Partia Demokratike, i kam shkuar kamon Tiranë, i kena punë Tropoj, do vinte edhe kryetari i Partisë Demokratike Tropoj, Xhozet Mehmeti, por nuk mujti për më ardhë për aty se i vdiq, kur po ktheheshin, i vdiq doja Nusës Tina, dhe kam shkuar, i kam marrë me makinën time, kam marrë dy makina tjera shoqëruese, po ata ishin larg. Kur ku mu afru me ne, kem shku në Traget, i kem bo takimin në mirë, në Larçin Vadenjës, me struktura Partisë Demokratike, aty kishin arrestuar, nuk ishte viti 2000, më zgaboj, atë në 2000, ishin zgjedhjet e pushtetit të ka diçka aty, ne kishin arrestuar kryetarin e Partisë Demokratike Larç Vadenjës, kishin arrestuar shumë njerëz, kishin bërë disa debate në zgjedhje, kena shku në Shkodër, i kanë djerë, kanë nërhy me kryetarin e Partisë Socialiste në Shkodër, i kanë liru nga burgu personat, i kështë malu policia, kena dalë në Kry Bushat, ne ka dalë polici edhe civila. Dhe ne kanë kontrollu, dhe më thanë mu, pse që ke malu polici? Ku më ju malu polici? Se më ka dalë, thash. Pa po thanë në Larç Vadenjë si për kurmër, 5 minuta. Se logaritmi nuk dishin ata, u kështë dhënë urë me malu, nuk e dishin se nga erdha, sa të ishin dy rrugë, a erda nga Mjeda, apo erda nga Shkodra, edhe, po me qenë zhë tropenot, me ndoj si ka marrë andaj, fa 10 minuta, sa që ishte rruga nga Larç Vadenjës aty, jo më shdo njës, unë në aty kam qenë, thash para 3-4 orësh, dhe ata i kam shok polis, të njifsha, nga që kam punu në tërti, thash ma bon me dorë, për shnete, hepshet, ika. A e takuat Sali Berishën që nga i moment e keni takuar? A ditet që tash, a ditë që qovan Tironta, Ilir Banën me Kolin Gjokën, unë e prita poshtë të PD-ja, hypën ta, ja çun kasetën, pastaj e kam taku Berishën. E kam taku Berishën, faleminderit. Ka thonë, se më tha mu nuk merr asnjëherë lek nga fondi PD-s. Unë nuk marr lek nga fondi PD-s. Unë nuk jam kunati shoku Xhemal, unë nimoj kontribuoj në Partinë Demokratike me mundësitë e mia, nuk kam para për t'ju dhënë, po amon puna ime është pa pagesë. Dhe Shaban Memiz, ai i ndonte fondet, por jam thonë, unë lek nuk marr. Ti marr deputetit që i Tropoj, që i shoqëroj, nuk marr lek. Mos e shkruaj emrin tim aty. Ishte Partia Demokratike e Tiranës në katë parë, e aty ndajshin lek, e epshin tyne e kontribueshin. Kur s'ka marrë lek me herë? E kam taku Berishën, edhe që më ka ngel qefi mu, tek Sali Berisha, më ka ngel qefi, mund të them, vitin 2007. Pse? Ne ishim shumë të aktivizuar me organizuar Partinë Demokratike, vitin 2007 ishim në zgjedhje pushtetit lokal. Sali Berisha dirë që i vend ka fuqinë, i vend këtë donë aty. Por nena sa në kryesinë e PD-s Bramsur, ishte vllai im aty, ishte edhe tjerë, Mustafa qytetar, që do të propozoni 6 kandidatura për kryetarin e bashkisë. Edhe tjerat i skualifikoj kryesia PD-s Tiranë. Okej, dhe ma me shumë vota, në kryesi doli si kandidate, gruaja ime Tafina Mustafa, ishte ma me shumë vota për kryetar e bashkia. E çojnë Tiranë, dhe pa kuptuar këtë punë, u bjen vizë kryes të 6-ve, dhe del kandidaturë Nurdin Ahmeti. Është nip në tek Berishaj, si tyne.
Dhe është një pyetje, ky punon të ekonomist në shfrytëzim, po thjesht antar i Partisë Demokratike. Pra, ai nuk e di po nuk kisha ardhur me mbledhje as nuk e dishim vallë. Edhe dhe, mumje liqefi dhe në them grushtimit të dalës del kandidati pavarme. Edhe del, regjistor kandidati pavarme, edhe shputi, thash nuk do shkoj mas petesmo, do i lërë punë vetë. Këtë kohë, e merë Veshberisha dhe merë telefon, ishte deputeti i Shkodrës Ferit Hoti. Po? Ferit Hoti ishte edhe këshilltar për Berishën, për mjekësinë, nuk do të di për shka për ti, edhe merë telefon. I kishte ra numrit, unë isha në gjumë, qëra i telefon me 20, e shumë celularin mjesë në një telefon lita tek për mu karikua, kruja i me më në telefonin se dikush ka të problem të koka, nëjë notë, gjanë, shpirë tonë, fisit tonë. Edhe, të duesh për me ditë, edhe shofër, ashtë po ki numër me 20. I binion, kur thot jam Ferit Hoti, jam thot këshilltar, e një shas si e emre, në këndën si ftyrë, kjo qenë i burri shkurt, e një shas e të lidhe me Partinë Demokratike, me i të nësën, do në punante. Edhe, i them, urnë qa ke, i që thot, doktore thot, do në thot, për mu taku, me të thot marri, për qa thashën, sa për këtë jo, thash, nuk e thuj doktorit, me mua, as mi mes, as mi mroma. Nuk të ka marrë mik, thuj, por mik nuk jena bashkëmismo, unë me taku në rrugë, makina jote nëse është të prishme, unë nuk të dhe i kavën, ama me të shty nuk shty. I kam thonë. Edhe, jo e puti vlajnë ti me anegë, dhe unë nuk prendova me shku. Nuk prendova për me shku me taku, se më një liqefi të mërësisht, për faktin se ata kishton mua ti qatë kështë, ti e zloti për ne. Dhe ma bon, pra ketë du me thonë që aty unë thash, unë nuk jam kundër Partisë Demokratike, nuk votoj për Partinë Demokratike, ma asë për kërkam. Dhe nuk e di, a mund të thëma, mund të thëmë këtë tjetër që më kanë bon vitin 2009. Po pa tjetër, mund të thuash. Vitin 2009, të unë vuj nga vend e gjakut dhe jam shkëve, jam me vena plastike, dhe jam operu në klinikën e parë me doktor Gazmen, ka qenë dhe Gazmin Qani Gjardi, po doktor specialist Avdi Bala edhe Mont Kapitani. Edhe, Përshën Golemi shefe pavioni, të të në shefu ka qenë mjekë rëminator, e tjerë, shumë aty, që jam bo, që i shpisi, jam shtu aty, shumë shpet. Edhe, kisha për të me pavdon fjallën, doktori, se do të tërgojmë në Itali për me t'i pastru venat se ne nuk kemi, se kishim mundësi këtu në Shqipëri. Po faktu edhe kesh rëndu i fije, po me qarkullim në gjakut, edhe sa bëni analizat në bërëmësor, ati që dëshiksha për Tiranë, me merë telefon në Nurdin Zallë, i shoferi i fugonit Bërëmësor, Tiranë Bërëmësor. E bënde për ditë. Edhe më thot, kam i përësi, ma ka dhe shok i zarf për ty, thot, edhe i ditë para, thot, dëvi thot në Bërëmësor, hajde mërë këtë zarfin. Thot, qa zarfi, tha. Ta, o këti shok, tha, jam i juti, tha, une do vi, tha një shok, do të amon në këtë zarfin, tha po une nuk mundëm se 11 nete do i ki këthena për Tiranë, përndaj, po kam i në Tiranë, në orën gjarë, 5 darks, në mund shkajt ashtë në 3 djenë kate kam takim të spitali, për gjenën të më shëndësore. A mundë, ajtë, pësash, i shola vjena i ka ora 10 i gjyrë, ka ora 11, po njësa është 3-4 orë, 5 orë, edhe prita, unë shkajt, ndarë këhe në ordin, tha pët nesër, tha për të zarfin, dakor, ku takon të pikirudja, këtë pikirudja kanë kushojt e mi Mustafa, edhe
hypat, nuk isha në Nordini, hypi te lokali Sipër, edhe takoj të veranda, atë është një verandë e mushtë, kushënin tim, një ndër këta 5 vllazit që janë Mustafa pjesëtar, domthon pronar pikujtjes, pikujtje madhe ajo. Edhe po pishim bile sa 17 lëng me gjë, sa birra Amstel. Okej, morëm 2 Amstelat vetë. Edhe ulëm aty në verandë me prit Nordinin. Vinte shoferi i fugurit, mirë të fugurit, dilën pazar me marr pasagjer. Ku pall, aty është në fund është lavash. Edhe ishte burri motës tyne, ishte shofer shfrytëzim, me gjithë rrugë me motrën. Edhe ja kam quaj, thash, kamaret çeo 2 lanë gjithë atyne, po lanin tapet. Vjen në Nordini, më thot, i fëllaton, edhe ishte zarf i vogël, zarf, shumë i vogël, shumë, më thot, ta shenë në ko, kësho puna, tha, ma ka dhonë, ka ma dhanu me telefonit atë djallit, s'ja kështë dhonë, këtë zarfin, tha, burë dhe thash, po kam ikë më burë për Tiranu, që thash, jam, kësho kam hallin e gjakut venave, tha, bënja burë, ati një, mirë bëllë, e morën. Po zarfi ishte zarfi vjetë, nga kati parë, unë ula poshtë, tek veranda me zërë mora. E futa të xhepi, kisa një mish me ka shkuta, futa këtë xhepi, e ula me prap të pja birë në Amstel me skanderin, këtë kushërin tonë. Edhe, sa kushërin, qa përësik, edhe shma ka thonë, ka thonë që shërto, nuk e di ku shavet, ka marrë me marrë shtë të gjashtë, aj, e mora në telefon djallit, sa, ose shok jemi që kam në Spanin, tha, po dur, tha se, kam një adres, tha, pëse qohë me së më se mërë burë. Zdesh ka burë, tha me ditë kush adres, më të akot mërë. Okej, edhe, kaq, dole unë nga ajo, pikrujtja vash dorën, paguale, hypin makinë, ku shkoj, ku dalë në bulevard, ka policia, në policia më thonë në kontrol, jo thonë, dokument, ja vash, do vish në komisar, se vëllon komisaratër. Ta kështu ka dhënë urën, ta bërë me tas. I vekëja ishte aty. I vekëja nuk niste, u nis poshtë, se nuk u niste. Edhe hypi një polit me mu, shku më komisariat, as i veku as kërkush, shku më komisariat, më thot, do vish të zyra shef krime, me myllu i derën, vjen një oficer aty krimesh, thot do bojmë kontrol makinë. A ka gjë në lumë, jo, hajde thash. E bojmë kontrol në makinë, s'kisha vetëm zarfin me të analizat. Që është, e pau, e dha për që zërbalin, bani për zërbalin, ma dha, s'ka gjë në lumë makina, e mylla me qels, edhe hajde thash, kum na, drejt të, tek shefi krime, me dokumenta makinës në dorë, me të na ishën regull. Thot mu shefi krimeve, cilot sa mu tha, qa keme vetim, tha mu, ku tha në gjeva, po më i në zora 150.000 lek, celsat e makinës, isha gjatë tjetër, e në zora i lash aty, thash, të rëllo, tha, e mirë po, a kisë në tjetër, i shikoa, ta shumë që edhe të gjepë, mirë që kam i zarë, thash, që më dhe në Nordin Zalli, do vinë një me marë, së ku shërtaj nuk e divesh, ja ka dhonë finoni, atë ti djallë se moj me dhemni. E mori, erën dashë i thirë dhe këshpet hapën i tha, tu ka kokainë, tha. Qa kokainë më dhe, që ja thumër burë. Kjo zarë të ashtë, më ka thonë personi, tha shumë, për së pëmbi me dhemni. I kam harruat i djallit, po e di, se ku shashtë. Tha edhe, sa sholla ma dhe Nordin Zalli, shtolla thërë Nordinin. Që ku kini Nordin aty vla, kam s'këndër Mustafën Kushërinin, që ku kini tabulat telefon, urna numrin, e hapën? Për gjënë. E hapën? E hapën. Po e hapën zarfin dhe ishte një copë e vogël, kështu, unë hashashin, u kam punu në policinë gjorë, për kujtë e fmive, se kam njoftë. Edhe se nga mu, as nuk pi hashash, as pi dohën. Edhe ishte një copë e vogël, një kaqë, i copë kështu si barë, gjitha ishte aty, jeshile, edhe sa kjo është 2.5 gram. Qa pas kanë pas ligji që nga 2.5 gram me të kap medi. Me të kap ligji. Ka thonë më rëllatë shumë,
Kam për vlla shtrydhën një njerëz që kam ikë për Tiranë. Kam takimin sot. Serenudinën, e luaj një matë nisën. Se duhet Nurodinit, kena ty të mu. Po qa mu vlla? As nuk Serenudinin, më futën në burg, ka morë avukat Bujar Hotin, në Shkodër, ka kërkuj 1.000.000 lek, ja dham, ka pa dosjen, sa mu tha ti do të dënosh 8 vjet. Qa thumërë? Po, i kam bo letër Sali Berish, sa më kanë arrestuar. I kam bo letër shefit SKB-s, se është deputet i PD-s thot për tërpojnë. Ishe shefit SKB-s. Si më kanë trillu mërla, s'jam unë mërla. Që është ke punë. Masallaj, këta shkojnë, edhe e mo e përshojnë, nuk ishte 2.5 gëmë sa ishte ligjë, kjo, edhe nuk ishe asë shëja, kishe asë kur gjo, edhe intrigojnë. Futin merëmetash, kure pa në qimë, nuk ashtë të mas një muj, thonë, ti thonë ke pas edhe një qese hashash në makinin, por e ke hel para komisionatit, po ku mërë kam hel, se ti e thonë, lo, jo, ne e dim, kene dëshmitar polis i vekos, qa polis ka qenë mas. Ku ka qenë polis i vek, pa kishin intrigu aq shumë, kishin intrigu pasha kujt e fmive, pasha Allah, para Allah, para Zotit, s'kam kur gjo. Ma kanë intrigue dhe shmem shkatrue. Dhe ma ka thonë Bujar Hoti. Kur kam kërkue, u kam kërkue në gjykat, e sa shumë kërkoj, sa shumë pra, për çfarë ka dosja, gjykëm shkurtu me dhe avukati. Jo, ta s'duhet me ta thonë. Thotë Artën Haradini, Mimoza Margjeka, edhe tjetër. Sa po më kanë denu mu, 8 vjet, Mimoza Margjeka o ikë zyrtare, e kanë quajtur zyrtare në Durrës. Artën Haradini e kanë quajtur zyrtare në Lezhë, dhe këtë Pukjanin e kanë quajtur zyrtar në Shkodër. Pra, kështu është bo. Dhe më ka thonë mua Bujar Hoti, mi ka këcy lekt, ka thonë, që puna, ti do të dënosh 8 vjet, s'kam shka të bëjt. Ty të ka dënu tjetër, ku shërgurë, dhe si vendosi gjykata? 8 vjet burg. E sa bot ju? 5 vjet e 4 muaj. Pse keni bërë 5 vjet e 4 muaj? 5 vjet e 4 muaj bona burg, janë ndiruar me shërbim prove. Në cilin vit? Në 2014. Pas a i këtë Francë? Po, atë i ka preherë. Pra, kjo është një intrigë. Po ju në Francë keni azil politik, apo? Jo. A jo, thjesht emigracion. Okej, tani, për ta mbyllur, nëse keni një gjë për gjitha këto që ju rrëfyet, nuk e di nëse ke diçka që për t'i dhënë fund saj interviste këtij rrëfimi, këtyre dëshmive? Jo, unë nuk kam asgjë, vetëm kam për thonë, domon kam më shtu, po kam me thonë që në Partinë Demokratike persona kanë të dilëshin unë do thëmë, kur nuk kam asnjë fotografi me asnjë antar drejtues Partisë Demokratike se e kam pas profes me më bon fotografi, jo që ishte turp, po mos me thonë ata që po dalë fotografi e përdor Barami, si që përdorshin shumë tjerë, si kunati shoku Xhumal Timamen, atë që jam kunati këtu, kam dalë fotografi me Berishën, kam përdor edhe tjerë që kanë dalë tu. Pra do me thonë, nuk i kam bon këto. Përveç ato fotografi që i kam pa vonë, që më kanë bon nga detarja, nga shtëpia e një personi përballë aty në miting, që i kanë bërë të foto dhe mi kanë treguar thonë që para më kur nuk kam dalë fotografi me asnjë, jo pse është turp, po s'kam dalë, mos me thonë ata, para Mustafaj, përdor fotografin, për mos me malu policia për gjë. Okej.